Mendoj që është proces politik, ma shumë se sa kontestim juridik dhe pëse është vesh në petkun, do në thotë është parasit në petkun juridik, unë mendoj që ka si pak e papritur, si dhe qoftë kë problem ose kë qështje e ka dy dimenzione, si kur dhe shumica e tjerave, dimenzioni formal, krejt juridik edhe dimenzioni që është politik ose ma shumë, do të thotë kontekstual. Mendoj që po të shikot strikt si pas ligjit, KQZ nuk është dashur me bo certifikimin e këtyre që kanë poshtë ekzekutive, pa ja marrë dorëheqjen. Dorëheqjen në poshtë në ndërkohë pasi pa ta intervjist për Evropën e Lire, pas tekstin e asoj që nuk është sepse mas pari drejtojt Glauku asë një funksion s'ka në Kosovë. Pra që kjo nuk është dorëheqje. Absolut, do të thotë ajo këta anglisht thujnë mockery, është abuzim, hajgore, talje me institucione, po. Sepse ajo i drejtojt personit jo kompetent Glauku nuk është kryetar, kuvendi as ushtrus detyre, veçanarisht në momentin që është caktu agenda dhe që roli vetëm e kryetarit vjetër është para pregaditja e kuvendit legislaturës që del prej zgjedhjeve, atë misiona e ka kry. Aty është dashur në të thënë drejtën KQZ, kryetari KQZ është jurist i mirë, nuk e kuptoj pse që në fillim nuk ka lyp me i dorëzu dorëheqje, si që kërkon ligji. Këta kanë zjenë një ligj, ekziston një ligj, i cili ne i thojmë prezumimi kushtetueshmërisë. Ligji, unë spajtoj me shumë dispozitat të ti. Si e kanë, por me gjithatë e është ligj, dhe prezumohet se është kushtetues. Ai ligj ka kërku dhe kërkon dorëheqjen në momentin e certifikimit, në fakt ashtu është edhe po të shikohet fillimi mandatit me Kushtetutën e Republikës Kosovës, kër e cakton papajtueshmërinë, do më thonë, e funksionit, çdo funksioni ekzekutiv dhe funksion të deputetit. Ajo nuk ka ndodhur, pastaj kanë mujtë opozita me ankimu në shkallë dytë. Okej, profesor, e di që është... Dhe nuk është bon. E di që është pak e bezdishme për ju, po...